Me organizim të shkollës së muzikës Prenkjakovo në Gjakov, sonte është mbajtur një koncert artistik me qëllim sensibilizimin dhe mbështetjen e grave të prekura nga kanceri i gjirit. Nxënësit dhe profesorët e kësaj shkollës sollën një program të pasur muzikor, i cili u mirëprit me shumë emocion nga të pranishmit. Pas pjesës artistike u zhvillua një diskutim i hapur me onkologun Dr. Ilir Kurtishi, i cili foli për rëndësinë e diagnostikimit të hershëm dhe kujdesin e vazhdueshëm ndaj grave që përballen me këtë sëmundje. Faktorët e brendshëm është pikërisht mosha dhe gjinia. Do të femrat janë më të rrezikuara në kanceri i gjirit se sa meshkujt, edhe pse në Kosovë kemi 5 burra ose 6 në vit të cilët i diagnostikojmë dhe i trajtojmë me kancer të gjirit. Pra nuk prek vetëm femrat, po edhe meshkujt. Dhe në vit rreth 500 femra në Kosovë diagnostikohen me kancer të gjirit, më shumë se 250 nga to janë stadin 0, 1 ose 2, dhe rreth 240-50 stadin 3 dhe 4. Kjo është numër i lartë për popullatën tonë, është më i vogël se sa vendet tjera të rajonit, pa është më pak se në Maqedoni, se në Malzi dhe Shqipëri, po prapë se prapë është numër relativisht i lartë. Përderisa më herët është dashur secila femër të marrë këtë kimioterapi, sot kjo nuk është obligative nëse femrat janë hormon pozitive dhe nëse janë stadin e hershëm të sëmundjes, por ne me analizë gjenetike dim saktë cilin lloj të barit ta përdorim dhe për sa kohë. Pra i kursem nga efektet anësore të kimioterapisë. Ne rekomandojmë dhe është e domosdoshme çfarë do ndryshimi do të që vren trupin ton femrat po dhe meshkujt të lajmërohen te mjeku dhe mos hezitojmë dhe mos na vije turp prej anëtarëve të familjes, meqense nga përvoja e përditshme shohim se akoma do të ka probleme të tilla në shoqërinë tonë dhe kur femra do të ka frikë ose e ndin veten si të jo inferiore në kuptim me familjen e vetë dhe nuk bën ekzaminime dhe kontrollet e mjeku dhe kjo nuk guxon të ndodhë meqense mjekët janë aty dhe duhet të kemi një kontroll të hershëm. Në këtë ngjarje mori pjesë edhe Valbona Kastrati, kryetare e shoqatës Javlen të jetosh, e cila u shpreh mirënjohëse për mbështetjen e komunitetit dhe theksoi rëndësinë e fuqizimit të grave që kalojnë përmes kësaj sfide. Të gjitha ne, gratë e shoqatës Javlen të jetosh, jemi gra të cilat jemi të prekura me kancer. Dhe asnjëherë nuk jemi ndalë. Për ne nuk është vetëm muaji tetor, për ne janë 12 muaj punë. Në organizatën tonë troket çdo grua, me çdo lloj peripetisë. Ne jemi aty për të ndihmuar. Ne kemi qenë një zë kombus në komunën e Gjakovës. Kemi ngrit në këmbë çdo institucion. Në muajin roz nuk ka një shkollë, një universitet, një drejtori e shëndetësisë, arsimit, e kulturës, e sportit, e gjitha me radhë, që nuk e kam përkrahë këtë kauzë, duke nisur nga ajo që nëse unë e kom dalë dhe e kom thonë që as pak nuk u kone letë, e kom tregu se sa e zërshme ka qenë koha kur kom kalu gjatë shërimit tim, atër gratë janë dhe djesu, jo veç gratë, po edhe burat, që të shkojnë bojnë kontrolla më të shpeshta. Përmes këtij aktiviteti u përcol një mesazh i fortë solidariteti, ndërgjegjësimi dhe shpresë për të gjitha gratë që po luftojnë me kancerin e gjirit.